Monumentet, reliket dhe objektet e etnografisë shqiptare vuajnë prej më se një viti mungesën e restaurimit dhe ndërhyrjeve për konservimin e tyre. Gjendja shfaqet e rënduar për shkak të mungesës së një laboratori të konservimit, gjë që ka sjellë shtimin e listës së objekteve në pritje për restaurim. Kryetari i shoqatës së restauruesve shqiptar Frederik Stamati tregon se është menduar ngritja e një laboratori të ri, i cili nuk dihet ende se kur do të jetë funksional. Gjasaj periudhe kohore është menduar për riorganizimin e këtij laboratori, për rindërtimin e laboratorit dhe në kuadër të ligjit të ri për trashëgiminë dhe të ristrukturimit të trashëgimisë, ky laborator do të jetë pjesë e Institutit të Trashëgimisë Kulturore. Ana ndërtimore tani ka shkuar në shifrën e 26 milion lekëve, kurse ana teknologjike pastaj nuk është llogaritur akoma sepse është në fazën e projektimit. Menduar edhe për numrin e punonjësve, por shikojmë kur të realizohet se si do të lëvizin këto shifra. Megjithatë, aq sa personel është menduar, gjë që u fillua që vitin e kaluar, mendoj që është i pamjaftueshëm. Ndërkaq restauruesi Stamati pohon se pas marrjes së godinës së ish laboratorit të konservimit nga pronarët, të cilëve nuk u paguhej qiraja, tashmë është menduar një vend tjetër për të ngritur laboratorin. Pavarësisht planit për laboratorin e ri, sërish situata nuk na bën shumë optimist, pasi vetëm 5 specialistë janë të pamjaftueshëm për të përballuar volumin e madh të objekteve të trashëgimisë kulturore, të cilat ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. Ka shumë nevojë dhe mund të jap disa shifra të tilla, për shembull që mburoja që u zbuluar në Apollonin më mori 20 vjet punë. Jo vazhdimisht nuk marr me këtë, por desh 20 vjet punë. Ka objekte të tjera që për shembull një shpat damaskine më ka marrë 5 muaj e gjysmë, ka, disa të tjera kanë marrë 2 muaj. Varet mbas objekteve, mbas vështirësive, mbas gjendjes që janë objektet. Dhe duke menduar që kjo do të përballojë tërë muzeologjin si të rrjetin e sistemeve të Shqipërisë, është një volum shumë i madh pune që duhet bërë, sidomos edhe për tekstilet edhe etnografisë, po edhe për objektet arkeologjike. Jo nuk mund bëhet me 4 edhe 5 veta, më kupton. Së fundi, puna e restauruesve shqiptar është përqendruar në objekte të cilat do të vendosen në pavionin e etnografisë, në katin e dytë në Muzeun Historik Kombëtar. Është restauruar dhe konservuar trapazani 2 shekullor i Kazazëve të Shkodrës, si dhe një tavan druri me ornamente i dhuruar për Muzeun Kombëtar nga një familje vjetër beratase. Këto objekte janë restauruar në oborrin e Muzeut Kombëtar për shkak të lëndëve të rrezikshme dhe helmuese që janë përdorur gjatë procesit restaurues të tyre dhe për mungesë të një mjedisi profesional laboratorik.